këta shefat e Albin Kurthit, se Albin Kurthi e ka emru një për Lepens, po tuten mi qu në bank parët, pi mojnë nërkry jasek. Faruk Mujka, para një vjetë, ja kanë zonë 60.000 euro një jasek. 3 ditë kanë ejtë në burg. E premte, e shtune, e dile. Do me thonë, tonën o këthy drejtarit. Ka dështuar të mbohet seanca fillestare ndaj Faruk Mujkës dhe Hysen Muzliukajt, të cilët akuzohen për keqpërdorim të detyrës zyrtare. Nacionale ka provuar të kontaktoj me kryeshefin e ndërmarrjes i Lepenci Faruk Mujkën, por i njëjti nuk është përgjigjur. Në seancë munguan edhe mbrojtësit e të akuzuarve, të cilët për gjykatën kishin dhënë arsyetimet e tyre. Po fillojmë seancën fillestare në çështjen penale kundër të pandyorëve Faruk Mujka dhe Hysen Muzliukaj, për shkak të veprës penale sipas aktakuzës së Prokurorisë Speciale të Republikës. Prezent është prokurorja e Prokurorisë Speciale, Iliriona Çollaku Tafa. Faruk Mujka, nuk prezanton i pandyori Faruk Mujka. Për të njëjtën gjykata i ka dërguar ftesë për seancën e sotme. Deri më tani nuk kemi ndonjë dëshmi që i njëjtë ka pranuar ftesën në mënyrë të rregullt. Nuk prezanton mbrojtësi i tij avukati Xhafer Tahiri, i njëjti përmes emailës zyrtare e ka njoftuar gjykatën se për shkaqe familjare, shëndetësore të njërit nga anëtarët e familjes së tij. Sot në të njëjtën kohë ka realizuar një vizitë mjekësore. I pandyorit Hysen Muzliukaj nuk prezanton në gjykatë. Të njëjti gjykata i ka dërguar ftesë për seancën e sotme, por deri më tani gjykata nuk ka asnjë dëshmi nga shërbimi kryesor që i njëjtë ka pranuar ftesën në mënyrë të rregullt. Nëse pashtu nuk prezanton mbrojtësi i tij avukati Ahmet Tahiri, i njëjtë ka njoftuar gjykatën që në të njëjtën kohë, në të njëjtën gjykatë, ka një seancë tjetër të kolegu gjyqtar Gzim Ademi. Gjykata konstaton se në mungesë të akuzuarve dhe mbrojtësve të tyre, nuk ka kushte për të proceduar në seancën e sotme. Në mungesë të kushteve ligjore nuk mujnë me procedu më tutje, kështu që gjykata sa i përket të pandyorëve të lartësekur do ta vlerësojë se të njëjtit ta kanë pranuar ftesën në mënyrë të rregullt gjatë ditëve në vijim dhe për sigurimin e prezencave të tyre në këtë çështje penale do të veprohet konform rregullat të procedurës penale, nëse është e nevojshme të çohet edhe urdhëresë për cilësinë më shoqërisë të njëjtë.